Në dhomën e vogël të spitalit, me serë së dezinfektantit dhe heshtjes së rënd, një grua me duar të driduara hapi çantën e vjetër lëkure të burrit të saj. Brenda, mes recetave të skaduara dhe fotografive të verdura, ajo gjeti një zarf të vullosur me dorën e tij. Mbi zarf ishte shkruar vetëm një fjali: mos e hap derisa të jem larguar. Por ajo që lexoi brenda e bëri të ulinte. Ishte një listë emrash, 15 emra, dhe përbri secili emër një shifër: miliona lek. Këta më kanë vjedhur, kishte shkruar Gaço me shkronja të shtrembuara. Këta më kanë lënë pa asgjë. Kush ishin këta njerëz? Pse Gaço Çako, artisti i popullit, ikoni i një kombësie të tërë, ka vdekur si lypës? Dhe pse askush nuk ka folur për këtë listë për 35 vjet? Sot, për herë të parë, ne hapim zarfin që familja ka fshehur me frikë, sepse emrat që do të lexoni nuk janë të panjohur. Janë njerëz që ende ecin me krye lart, njerëz që u pasuruan derisa ai u shuar. Ishte fundi i viteve 80. Shqipëria dridhej në mpeshën e një regjimi që po shembej si një mur i vjetër prej argjile. Në mesin e kaosit, një zë mbante shpresën e gjallë, zëri i Gaço Çakos. Ai nuk ishte thjesht këngëtar, ai ishte shpirti i një populli që kishte harruar se si të buzëqeshte. Kur ai hynte në skenë, njerëzit harronin urinë, harronin radhët e gjata për bukë, harronin frikën. Koncertet e tij ishin si festat e fshehtë të shpirtit në një vend ku gjithçka ishte ndaluar. Por prapa perdes, larg syteve të publikut që e aduronte, Gaço Çako jetonte një tjetër realitet, një realitet që askush nuk e dinte. Në vitin 1988, ai firmosi një kontratë me një shtëpi produksioni të re. Ishin kohët kur fillonte kapitalizmi i egër, kur kontrata nuk lehtësoheshin, por vetëm nënshkruheshin, kur besimi ishte më i fortë se ligji. Kontrata ishte e thjeshtë në pamje të parë. Gaço do të këndonte, kompania do të organizonte gjithçka. Ai do të merrte 50% të ardhurave. Por në fund të kontratës, me shkronja të vogla, ishte një klauzol që Gaço nuk e pa kurrë. Ose ndoshta e pa, por nuk e kuptoi. Klauzola thoshte: të gjitha të ardhurat ndërkombëtare do të kalojnë nëpër llogarinë e kompanisë, dhe askush nuk e pyeti se çfarë do të thotë do të kalojnë. A do të kalonin drejt Gaços, apo do të kalonin vetëm? Ai besoi, dhe ky besim do të kushtonte gjithçka. Vitet e para pas rënies së komunizmit ishin si një karnaval i çmendur. Të gjithë donin të dëgjonin Gaço Çakon, jo vetëm në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni, në diaspor. Ku të shkonte, sallat mbusheshin. Njerëzit qanin kur ai këndonte, qanin nga nostalgjia, nga dhimbja, nga gëzimi që ishin ende gjallë. Por Gaço nuk e dinte se çdo bilet që shitej, çdo para që mblidhej, shkonte drejt në duart e njerëzve që ai i konsideronte miq. Një grua që kishte punuar si robaqepse në pallatin e kongreseve, tregon se si një natë të vitit 1991, ajo pa diçka që nuk duhej ta shihte. Ishte vonë. Koncertet kishin mbaruar. Ajo ishte kthyer të merrte çantën që kishte harruar. Në zyrat e produksionit dëgjoi zëra. Njëri nga zërat ishte i menaxherit të Gaços, tjetri ishte i një njeriu që ajo nuk e njihte. Sa ka në total? Pyeti zëri i panjohur. Rreth 6 milion lek nga turneut e këtij muaji, u përgjigj menaxheri. Dhe ai sa di? Ai mendon se ka marrë gjysmën, i tham se pjesa tjetër është për taksa dhe organizim. Pastaj e panjohtari qeshi, mje të qeshur të ftohtë. Ai nuk di asgjë për llogarit, as nuk do të pyes. Është artist, jo kontabilist. Gruaja u përpoq të largohej pa u dëgjuar, por ajo që kishte dëgjuar e ndoqi për gjithë jetën. Ajo nuk foli kurrë, deri sot. Tani, 33 vjet më vonë, ajo pranon të jap dëshmi, sepse ka diçka që e shtyn ta bëjë këtë. Ka parë varrin e Gaços, ka parë se si e kanë varrosur, si një të varfër, dhe nuk mund të hesht më. Nuk mund të rria me ndërgjegjen time, thot ajo duke qarë. Ata e vranë atë artist ngadalë. Dit pas dit, vjedhën ëndrat e tij, dhe ai vdiq pa e ditur sa kishte fituar në të vërtetë. Por kush ishte njeriu me zërin e ftohtë? Kush ishte ai që kontrollonte paratë? Dhe çfarë ndodhi me milionat që mblodhi Gaço Çako në vitet e arta? Në fillim, Gaço nuk dëshonte për asgjë. Ai jetonte thjesht, në një apartament modest në Tiranë, me gruan e tij Donikën dhe 2 fëmijët e tyre. Nuk kishte asnjë luks, por as nuk e kërkonte. Për të, pasuria e vërtet ishte të këndonte, të shihte sytë e njerëzve ndriçoheshin kur hynte në skenë. Por Donika filloi të vërente diçka. Kur pyeste për parat, Gaço i thoshte: janë në llogarinë e kompanisë, janë të sigurta. Por kur ajo kërkoi të shihte ndonjë dokument, ndonjë dëftesë bankare, Gaço thjesht tundi kokën. Ata merren me këto, unë merrem me muzikën. Ishte viti 1994 kur Donika mori leje dhe shkoi vetë në bankë.
Ajo mbajti në dorë numrin e llogarisë që Gaço mendonte se ishte e tyre. Punonjësja e bankës e pa atë me quti. Zënjesh Cako, kjo llogari nuk është në emrin e bashortit tuaj. Si? Pyeti Donika, duke ndjesh zemrën duke rrahur. Është në emër të një shoqërie, Prodhime Artistike Dëshira. Dhe ju nuk jeni përfituese të kësaj llogarie. Donika u largua me këmbët që i dridheshin. Kur ja tregoi Gaços, ai u përpokshta qetësonte. Kjo është vetëm teknike, dashuri. Në fund, të gjitha janë tonat. Por Donika nuk që e bindur. Ajo filloi të pyeste miq, të kërkonte ndihmë nga një avokat. Dhe sa më shumë zbulonte, aq më e friksuar bëhej. Kompania Dëshira ishte regjistruar në emër të 3 personave. Askush prej tyre nuk ishte Gaço Cako. Njëri prej tyre ishte menaxheri, një burr të cilin Gaço e quante si vëllai im. Tjetri ishte një biznesmen që sapo kishte ardhur nga Greqa me pare të dyshimta dhe lidhje me krimin organizuar. Dhe i treti ishte dikush që askush nuk e njihte, një fantazm në letër, një emër që nuk ekzistonte në asnjë dokument tjetër. Kur Donika e soli këtë të vërtet përpara Gaços, ai fillimisht e mohoi, pastaj u zemrua. Ti nuk e kupton biznesin, kështu funksionojnë gjërat tani. Por ajo insistoi, dhe atë natë, për herë të parë, Gaço shkoi vetë në zyrën e menaxherit, pa lajmëruar. Ishte ora 10 e mbrëmjes, dyert ishin të hapura. Brenda, 4 burra rrinin rreth një tavoline, pirën konjak, qeshën. Mbi tavolinë kishte tufë me para që duket se sapo i kishin numruar. Kur Gaço hyri, heshtja ra si një gur. Menaxheri u ngrit shpejt me buzëqeshje të detyruar. Gaço, çfarë surprize këndshme. Por Gaço nuk buzëqeshi. Dua të shoh kontabilitetin, të gjithë kontabilitetin e 3 viteve të fundit. Menaxheri ndroi shprehjen, buzëqeshja u ftoh. Gaço, të gjitha janë në rregull, nuk e pse të shqetësohesh. Dua t'i shoh, përsëriti Gaço. Tani zëri i tij dridej, jo nga frika, nga inati. Menaxheri hodhi një vështrim te burrat e tjerë. Një prej tyre, një burr me mustaqe dhe sy të ftohtë, foli ngadalë. Gaço, ti je artist. Ne jemi njerëzit e biznesit. Ti bëj atë që di të bësh më mirë. Lër na ne të bëjmë punën tonë. Atë natë, Gaço u kthye në shtëpi i thyer. Donika e pa të rritur derisa agoi. Ai nuk hëngri, nuk foli, vetëm shikoi tavanin. Dhe në mëngjes ku djali i tyre, i cili kishte vetëm 8 vjeç, e pyeti: "Babi, pse nuk na blen makinë si fëmijët e tjerë?" Gaço nuk deshi dot të përgjigjej, sepse kishte kuptuar diçka të tmeshme. Ai nuk ishte pronar i asgjëje. Ai ishte thjesht një zë. Një zë që njerëzit e tjerë shitnin. Një zë që bënte miliona, por asnjë lek nuk vinte tek ai. Pyetja që të gjithë filluan ta bënin ishte: pse ai nuk u largua? Pse nuk i çoi në gjykat? Përgjigjja është e thjeshtë dhe e tmeshme në të njëjtën kohë, sepse atëherë në vitet e para të kapitalizmit, gjykatat ishin ende kaotike. Kontrata nënshkruheshin pa avokat, dokumentet humbishin, dhe njerëzit që kishin lidhje me krimin kishin më shumë fuqi se ligji. Nëse Gaço do të fliste hapur, do të përfundonte jo vetëm pa para, Do të përfundonte pa karrierë, pa zë. Dhe ka edhe diçka tjetër që Donika tregon tani për herë të parë. Një natë, pa kohë pas asaj përplasje në zyrë, dera e shtëpisë së tyre u trokit në orën 3 mëngjesit. Gaço e hapi. Jashtë qëndronin 2 burra me kapuç. Ata nuk thanë asnjë fjalë, thjesht ia dorëzuan një zarf dhe ikën. Brenda zarfit ishte një fotografi. Ishte fotografia e djalit të tyre, e bërë atë ditë, në shkollë. Askush nuk ishte shkruar asgjë, por mesazhi ishte i qartë. Nëse ti flet, fëmijët e tu do të paguajnë. Atë natë Gaço dogji zarfin, por nuk harroi kë fotografi dhe kur më nuk pyeti për llogarit. Ndërsa Gaço heshte, bota rreth tij po ndryshonte me një shpejtësi të frikshme. Ishin vitet e para të kapitalizmit të egër, koha kur besnikëria shitej më lirë se cigarete. Por kishte dikë që ai e konsideronte si vëlla, një njeri me të cilin kishte ndarë skenën për më shumë se 15 vjet. Ai që qëndronte në krahun e tij në çdo koncert, që pinte kafe me të çdo mëngjes, që e kishte njohur që kur ishin të rinj, vendronin vetëm për muzikë. Emri i tij ishte Agim Leshi. Dhe sot, 35 vjet pas vdekjes së Gaços, ne kemi gjetur dokumentet që tregojnë se çfarë bëri Agimi në heshtje. Ishte fundi i vitit 1995. Gaço po përgatitej për një turne në Kosovë. 12 koncerte, çdo bilete shitur. Njerëzit prisnin muaj të tërë. Por 3 ditë para nisjes, menaxheri i thiri në zyrë. Ka një ndryshim të vogël, tha ai. Agimi do të jetë producent artistik i turneut, do të nënshkruaj të gjitha kontaktet në emër ton. Gaço nuk pa asgjë të keqe në këtë.
Agimi ishte miku i tij, njeriu që kishte qenë dëshmitar në martesën e tij. Por atë që Gaço nuk e dinte, ishte se vetëm një javë më parë, Agimi kishte nënshkruar një marrëveshje sekrete me menaxherin. Ne kemi gjetur kopjen e kësaj marrëveshjeje në arkivin e një banke që fali. Marrëveshja thoshte kështu: për çdo koncert që organizohet, Agim Leshi do të marrë 10% të ardhurave totale si komision ndërmjetësimi. Këto para do të transferohen direkt në llogarinë e tij personale. Gaço Cako nuk do të njoftohet për këtë marrëveshje. 10%. Në 11 koncerte që dhanë atë turne, u mblodhen rreth 8.500.000 lekë. 10% e kësaj shumë ishte 850.000 lekë, para që shkuan direkt te Agimi, para që Gaço nuk i pa kurrë. Një grua që punonte si sekretare në zyrat e produksionit tregon se si një ditë gjeti Agimin duke qarë në korridorin e zbrazët. "Çfarë ke ndodhur?" e pyeti ajo. Agimi e shikoi me sy të kuq. "Unë jam monstruoz", tha ai, "po e tradhtoj njeriun që më do si vëlla." Sekretarja u përposhta ngushëllonte, por Agimi vazhdoi. "Po çfarë të bëj? Kam borxh, kam kërcënime. Nëse nuk pranoj, ata më thonë se do të më fshin, do të më bëjnë sikur nuk kam ekzistuar kurrë." Djavë më vonë, Agimi bloi një apartament të ri në qendër të Tiranës, me para kesh, 800.000 lekë. Saktësisht, shuma që kishte marrë nga turneu. Kur Gaço e mori vesh, nuk e besoi. "Agjim, ku i gjet ato para?" pyeti ai. Agjimi buzëqeshi. "Investova pak para që kisha kursier, diçka e vogël në tregti. U rrit shpejt, di si është tregu tani." Gaço nuk pyeti më, por Donika, gruaja e tij, nuk u bindë. Ajo shkoi vetë te apartamenti i ri i Agjimit, trokiti. Kur Agjimi hapi derën, ajo nuk i tha përshëndetje. Ajo thjesht e shikoi në sy dhe tha: "Ti ja vjedh burrit tim apo jo?" Agjimi u skuq, lëkura e tij u bë si letra. "Donik, ti nuk kupton." "Jo", e ndërpreu ajo, "ti nuk kupton. Ai të do ty, ai beson te ti, dhe ti e bërë si ata të tjerët." Agjimi mbyll derën pa u përgjigjur, dhe kur më nuk e takoi Donikën. Por historitë e tradhtisë nuk mbaron këtu, sepse ka edhe diçka më të errët. Në vitin 1997, Agjimi shkoi vetë te Gaço me një propozim. "Gako, dua të hap një kompani produksioni bashkë me ty, gjysmë. Të gjitha të drejtat do t'jenë tona. Do t'jemi partner të vërtet." Gako, i lodhur nga vitet e luftës me menaxherin e vjetër, pranoi. Ata nënshkruan një kontratë, ose kështu mendonte Gako, por kontrata që Agjimi i dha për të firmosur ishte ndryshme nga kontrata që u regjistrua në gjykatë. Në versionin që firmosi Gako thuhej: pronarët e kompanisë, Gako Cako 50%, Agjim Leshi 50%. Por në versionin që shkoi në regjistrin tregtar shkruhej: pronarët e kompanisë, Agjim Leshi 90%, Gako Cako 10%. Kur Donika zbuloi këtë 4 vjet më vonë, ishte tashmë shumë vonë. Kompania kishte prodhuar 7 albume, të gjitha në emër të Gakos, por të ardhurat kishin shkuar te Agjimi. Gako nuk kishte marrë asnjë lek nga shitja e atyre albumeve. Një avokat që punoi në atë kohë për të rishikuar dokumentet thotë: "Kjo ishte mashtrim i pastër." Por sistemi juridik ishte aq kaotik sa që askush nuk do të fitonte një proces të tillë. Gjykatat ishin të korruptuara dhe njerëzit me para blenin edhe gjyqtarët. Kur Gaço e përballoi Agjimin për herë të fundit, ishte pranvera e vitit 2001. Ata u takuan në një lokal të vogël pranë liçenit. Gaço nuk bërtiti, nuk e goditi. Thjesht e shikoi dhe tha: "Si munde?" Agjimi nuk u përgjigj, mbyli syt, dhe pas një minute heshtjeje tha vetëm kaq: "Sepse kështu është bota tani, ose ha, ose të han." Ata nuk folëm kur më. Agjimi Leshi jeton ende, ka një vilë në Durrës, disa biznese, makina të shtrenjta, dhe çdo herë që dikush e pyet për Gaço Cakon, ai thot: "Ishte miku im më i mirë, një tragjedi që vdiq aq i varfër." Por askush nuk e pyet: "Ku janë paratë që ti more prej tij?" Askush nuk guxon, sepse Agjimi ka lidhje, ka miq të fuqishëm, ka avokat që mund të fshin çdo dokument. Por ne i kemi dokumentet, dhe sot ne i publikojmë. A e dini çfarë bën tradhtia më e madhe? Ajo nuk vjen nga armiqt. Ajo vjen nga njerëzit që i do, nga ata që hanë në tryezën tënde, që flenë në shtëpinë tënde, që qajnë në vareza dhe pastaj numrojnë paratë që kanë vjedhur nga xhepat e trupocë ftohtë. Si mund Gaço të besonte përsëri? Dhe ndërsa Gaço po tradhtohej nga ata që ishin më afër, një tjetër rrjet po e ndej rreth tij, një rrjet më i errët, më i organizuar. Në vitin 1996, Gaço firmosi një dokument që do të shtërojë në vargun më të rënd të jetës së tij.
Ai nuk e dinte atëherë, por ky dokument ishte një kurtët, një kontratë që nuk ishte si të gjitha të tjerat. Ne e kemi gjetur atë kontratë, dhe atë që lexuam e bëri gjakun të ngrinte. Kontrata quhet Marrëveshje për menaxhim ekskluziv dhe shfrytëzim të imazhit artistik. Ishte e shkruar në shqip, por me terma juridik që askush, përveç një avokati të specializuar, nuk do t'i kuptonte plotësisht. Gako Cako, njeriu që kishte mësuar vetëm të këndonte, që kishte jetuar në një regjim ku kontrata nuk ekzistonin, që kishte besuar gjithmonë në fjalën e njerëzve, e firmosi pa e lecuar me kujdes. Ajo ishte një kontratë 15 faqesh. Në faqen e parë shkruhej: Kompania Dëshira do të përfaqësojë artistin Gako Cako në të gjitha shfaqjet, koncertet dhe aktivitetet publike për një periudhë 10 vjeçare. Deri këtu dukej normale, por në faqen 8, në një paragraf të vogël, me shkronja pothuajse të palecueshme, shkruhej kjo: Artisti Gako Cako hyn dakord që të gjitha të ardhurat dhe konceptet, shitja e albumeve, reklamat dhe çdo aktivitet tjetër profesional do të kalojnë nëpër llogarinë qendrore të kompanisë. Kompania do t'i kthejë artistit 1% të caktuar pas zbritjes së kostove operative, tatimeve dhe komisioneve të menaxhimit. Kjo thoshte vetëm një gjë: Gako nuk kishte kontroll mbi paratë e veta. Ai nuk mund të shihte sa fitonte, nuk mund të vendoste ku shkonin paratë, nuk kishte të drejtë as të hapte një llogari bankare të pavarur për karikerën e tij. Çdo lek që mblidhej nga zëri i tij kalonte nëpër duart të tjerëve. Por pjesa më e tmerrshme vinte në faqen 12. Nëse artisti përpiqet të shkelë këtë marrëveshje para afatit, ai do të jetë i detyruar të paguajë një kompensim prej 200% të ardhurave të mbledhura deri në atë moment. Kjo përfshin edhe bllokimin e përdorimit të emrit dhe imazhit të tij për çdo qëllim publik. Kjo do të thoshte: nëse Gaço do të ikte nga kjo kontratë, ai nuk do të mund të këndonte më në emrin e tij, nuk do të mund të shfaqej publikisht, nuk do të mund të përdorte emrin Gaço Cako si artist, ai do të ishte i burgosur, jo në qeli, por në letra. Një avokat që ka studiuar këtë rast thot: kjo është një nga kontratat më mizore që kam parë ndonjëherë. Ajo ka qenë hartuar me qëllim të vetëm, ta bësh artistin sklav. Dhe e gjitha ishte legale, sepse ai e kishte firmosur. Por kush e hartoi këtë kontratë? Kush ishte truri pas këtij dokumenti që do ta shkatëronte Gaço Cakon? Ne kemi gjetur emrin. Ai quhet Arben Sulla. Ishte një avokat i ri, sapo i kthyer nga Italia. Kishte lidhje me bizneset e paligjshme që po lullzonin në Shqipërinë e asaj kohe, dhe kishte një specialitet. Ai shkruante kontrata që në pamje të parë dukeshin normale, por që në të vërtet ishin kurthe ligjore. Arben Sulla punonte për menaxherin kryesor të Gaços, dhe për çdo kontratë që ai hartonte, merrte një komision prej 5% të ardhurave totale që do të mblidheshin për 10 vjet. Për 10 vjet, Gaço Cako dha qindra koncerte, ai fitoi miliona lek. Dhe Arben Sulla, avokati që ai nuk e takoi kur personalisht, mblodhi pothuajse 3.200.000 lek vetëm nga kjo kontratë. Sot Arben Sulla jeton në Itali, ka një studio ligjore në Milano. Kur gazetarët e pyetën për Gaço Cakon, ai u përgjigj: unë isha vetëm avokat, kam bërë punën time profesionale, nuk jam përgjegjës për atë që bëri menaxheri. Por dokumentet tregojnë ndryshe, sepse Arben Sulla nuk ishte vetëm avokat. Ai ishte bashkëpronar i fshehtë i kompanisë Dëshira. Emri i tij nuk shfaqej në asnjë dokument zyrtar, por ne gjetëm transfertat bankare, gjetëm mesazhet, gjetëm faksit që ai dërgonte nga Milano për të udhëzuar se si të fshiheshin parat nga kontabiliteti. Gaço nuk e dinte asnjë gjë, ai thjesht këndonte, dhe sa më shumë këndonte, aq më shumë pasuronin ata. Ka një dëshmi tjetër që na është dhënë nga një ish-punonjës i kompanisë Dëshira. Një ditë, thot ai, erdhi një urdhër nga menaxheri. Të gjitha dërgjesat për Gaço Cakon duhej të kalonin në përzyren e tij. Asnjë letër, asnjë dokument, asnjë para nuk duhej të jepeshin direkt atij. Arsyeja, sepse ai nuk është njëri biznesi. Ne e mbrojmë nga vetes së tij. E mbrojmë nga vetja, ose e mbajnë në errësirë për ta vjedhur më lehtë. Në vitin 1999, Gaço u përpoq për herë të parë të tyjen këtë kontratë. Shkoi te një avokat tjetër, i tregoi gjithçka. Avokati e lexoi kontratën, dhe pas një ore heshtjeje tha vetëm kaq: më vjen keq zoti Cako, nëse ju përpiqeni ta tyjeni këtë, do të humbisni gjithçka, edhe emrin tuaj. Atë natë Gaço u kthye në shtëpi dhe nuk hëngri, nuk foli. Thjesht u ul në këndin e dhomës dhe qau. Donika, gruaja e tij, thot: kjo ishte nata kur e pash të humbur. Kjo ishte nata kur e kuptova se ai nuk ishte më njeri i lirë, ishte rob.
Por ky robrim nuk ishte vetëm në letra, a ishte edhe në rrugë, sepse ata që kontrollonin Gaço nuk ishin vetëm avokat dhe menaxher. Ata ishin edhe njerëz që njihnin gjuhën e dhunës. A mund një njeri të jetojë kur e di se çdo hap që hedh është i kontrolluar? A mund të këndosh për lirin kur vetë nuk je i lirë? Dhe sa kohë mund të durojë një njeri përpara se të tyjet plotësisht? Por historia e Gaço Çakos nuk është vetëm një histori tradhtie personale, është diçka më e madhe, më e frikshme. Sepse në kulmin e suksesit të tij në vitin 1997, ndodhi diçka që askush nuk e kishte parashikuar. Emri Gaço Çakos u shfaq në një listë që nuk duhet të ekzistonte, një listë që ishte mbajtur sekret për vite të tëra. Dhe atë listë e kishte krijuar dikush shumë lart, dikush që kishte fuqi. Ne e kemi gjetur atë listë. Ishte fshehur në arkivat e Ministrisë së Kulturës. Titulli i saj ishte Artist me kufizime të përkohshme për shfaqje publike. Ishin 16 emra. Gaço Çako ishte i treti. Pse ishte emri i tij atje? Cili ishte krimi i tij? Dhe kush kishte vendosur ta shënojë? Një ish zyrtar i ministrisë që sot pranon të flash anonim tregon: lista nuk krijohej për arsye artistike, krijohej për arsye politike dhe personale. Nëse dikush lart nuk të pëlqente ose nëse refuzoje diçka që të kërkonin, emri yt futej në atë listë. Dhe kur emri yt ishte atje, askush nuk të jepte leje për koncerte, askush nuk të ftonte në televizion. Ti bëheshe i padukshëm. Por çfarë kishte bërë Gaço? Ishte pranvera e vitit 1996. Një koncert bamirësie organizohej për të mbledhur fonde për një spital fëmijësh. Organizatori kryesor ishte vetë Ministri i Kulturës i atëhershëm. Ai ftoi Gaço Çakon. Gaço pranoi, por pak para koncertit, ministri i bëri një propozim. Gaço, dua që ti të këndosh në koncert pa shpërblim. Është për fëmijët, kupton? Dhe pastaj do të jetë mirë të japësh edhe një donacion personal. Le të themi 500.000 lekë. Kjo do të tregojë se ti je njeri i mirë. Gaço nuk kishte 500.000 lekë. Paratë e tij ishin bllokuar në llogarinë e kompanisë. Ai shegoi këtë, por ministri nuk donte të dëgjonte. Gaço, ti je artisti i popullit. Njerëzit presin nga ti. Nëse nuk jep, do të duket shumë keq. Gaço i shqetësuar shkoi te menaxheri i tij. Mund të më jepni 500.000 lekë për të dhënë si donacion? Menaxheri qeshi. Gaço, ne nuk kemi para kesh tani. Të gjitha janë të investuara. Nuk mund të nxjerrim asgjë. Gaço u kthye te ministri dhe me turp tha: nuk mund të jap shumën që kërkoni, por mund të këndoj fallas. Ministri e shikoi me një shprehje të ftohtë. Atëherë koncertit nuk ke nevojë. Gaço nuk këndoi dhe një javë më vonë emri i tij u fut në listë. Nga ai moment, çdo herë që një organizator donte të ftonte Gaço Çakon, telefonata vinte nga ministria. Nuk rekomandohet të përdorni ata artist tani, ka çështje të pasgjidhura. Organizatorët të friksuar tërhiqeshin, koncertet anullohen, ftesat zhduken. Në vetëm 6 muaj, Gaço humbi 18 koncerte, 18 mundësi për të fituar, 18 rrugë të mbyllura, dhe askush nuk i tha pse. Një gazetar që punonte atëherë thotë: ishte një metodë e vjetër e trashëguar nga koha e diktaturës. Nëse nuk binde, nuk të vrisnin, thjesht të fshinje nga ekzistenca publike, pa zhurmë, pa shpjegime. Por ky ishte vetëm fillimi. Sepse ata që kishin vendosur të ndëshkonin Gaço, nuk ishin të kënaqur vetëm me heshtjen e tij. Ata duan ta tyjen plotësisht. Në vitin 1998, një biznesmen i ri i lidhur me çarçe politike hapi një kompani produksioni të re. Ai kishte para, kishte lidhje dhe kishte një plan. Ai donte të krijonte një artist të ri popullor, dikush që do të zëvendësonte Gaço Çakon, dikush më i ri, më të kontrolluar, më të bindur. Biznesmeni shkoi vetë te ministri dhe i tha: "Më jepni mbështetjen tuaj. Unë do të sjell një yll të ri dhe ju do të merrni 10% të fitimeve." Ministri pranoi dhe nga ai moment çdo koncert që më parë do të jepej Gaço Çakos u dha yllit të ri. Çdo shfaqje televizive ku më parë ftohej Gaço, tani ftohej konkurrenti. Çdo reklam, çdo event publik, çdo fest zyrtare, Gaço ishte zëvendësuar. Jo sepse nuk ishte më i talentuar, por sepse kishte refuzuar të binden. Një teknik zëri që punoi me Gaço Çakon tregon: ai më tha një herë, në komunizëm të thoshin çfarë të këndoje, në kapitalizëm të thonë çfarë të japësh, por në të duja, nëse thua jo, të vrasin. Dhe Gaço kishte thënë jo. Jo ministrit, jo biznesmeneve, jo kërcënimeve, por çdo jo e tij kushtonte. Çdo jo e tij e afronte më shumë drejt fundit. Në vitin 1999, Gaço dha vetëm 3 koncerte.
3 koncerte në një vit të tërë. Njeriu që dikur mbushte sallat me mijëra njerëz, tani këndonte në sallë të vogla, me 50 spektatorë. Dhe ata 50 ishin besnikët e fundit. Ata që nuk e harronin, ata që nuk e shisnin. Por besnikëria e tyre nuk paguante qera, nuk blinte bukë, nuk shpëtonte një njeri nga fundi. Donika tregon se si një natë, Gako u kthye në shtëpi dhe hodhi mbi tavolinë një zarf. Brenda kishte 300 lekë. Kaq mora sot për të kënduar, tha ai. 300 lekë për 2 orë këndim. Dikur paguesha 10.000. Donika nuk tha asgjë. Thjesht mbullovi 300 lekët dhe shkoi të blinte bukë. Por pyetja që mbetet është, pse askush nuk protestoi? Pse askush nuk foli? Ku ishin gazetarët? Ku ishin intelektualët? Ku ishin ata që duar troknin kur ai këndonte? Përgjigjja është e thjeshtë dhe e hidhur, sepse në atë kohë ata që flisnin heshnin shpejt, ata që bërtitnin zhdukeshin, ata që përkrahnin Gaço Çakon e humnin punën, dhe askush nuk donte të rrezikonte. Sepse Gaço nuk ishte vetëm artist, ai ishte bërë një simbol i rrezikshëm, simboli i atyre që nuk binden, simboli i atyre që nuk shiten, dhe për këtë duhej të shkatërrohej. A e dini çfarë është më e frikshme se të vdesësh? Të jetosh duke parë se si të fshim pak nga pak, të jetosh duke u bërë i padukshëm, të jetosh duke ditur se dikush lart ka vendosur që ti të mos ekzistosh më, dhe askush nuk mund të bëjë asgjë. A mund Gaço të shpëtonte nga kjo listë? Ai nuk e rrinte dot palvizur. Çdo natë para se të fliste, Gaço Çako qëndronte përpara pasqyrës së vjetër në dhomën e gjumit dhe hiqte nga qafë zinxhirin e holl prej argjendi. Në majtë të zinxhirit vari një medalion i vogël, gati sa një monedhë 5 lekëshe, me një gur të zi në qendër. Agati zi. Nuk ishte send i shtrenjtë, por ishte dhuratë nga e ëma që ja kishte dhënë natën para se të vdiste, në vitin 1968. Mos e hiq kur, i kishte thënë ajo, me zë që mezi dëgjohej. Kjo është mbrojtja jote. Sako që e mban, asgjë e keqe nuk mund të të godas. Gaço e kishte mbajtur 52 vjet. Në për skenat e Shqipërisë, në për koncertet në mërgjim, në për netët kur kishte frikë, në për ditët kur kishte gëzim. Gjithmonë medaloni ishte atje. Në vitin 2000, ku shëndeti i tij filloi të përkeqësoj, ai filloi të fliste për atë medalion me një frikë që askush nuk e kishte parë më parë. Mese e humbasja, i tha një herë mjekut të tij, do të vdisja brenda një jave. E di, e ndjej. Mjeku qeshi. Gaço, këto janë bestëtnia. Nuk ka asnjë lidhje midis një gurësh dhe shëndetit. Por Gaço nuk e dëgjoj, ve çdo natë para se të fliste e prekte guri me gishta që ja dridhen gjithnjë më shumë. Në mëngjesin e datës 18 shkurt të vitit 2002, Gaço u zgjua me një dhimbje të fortë në gjoks. Zemra i rrihte shpejt, frymarrja e vështirë. Donika thirrri ambulancën. Ai u dërgua në spital. Atje, infermierët e ndihmuan të zhvishej, të vishet me rrobat e spitalit, dhe njëra prej tyre duke qenë ngushme e hoqi zinxhirin nga qafa e tij dhe e vendosi mbi komodinën pranë shtratit. Do ta mbajmë këtu për të qenë sigurt, tha ajo. Gaço deshi të protestonte, por nuk kishte forcë. Atë natë ai nuk fleu. Shikonte komodinën, shikonte medalionin që shkëlqente pak në ndritën e dobët të korridorit. Dhe në mëngjes, kur Donika erdhi ta vizitonte, ajo pas se komodina ishte bosh. Ku është zinxhiri? Pyeti Gaço me një zë që mezi dëgjohej. Donika kërkoi, pyeti infermierët, pyeti roje, askush nuk e dinte. Ndoshta është rënë në dysheme, than ata, ndoshta e ke lënë në shtëpi. Por Gaço e dinte se nuk e kishte lënë në shtëpi, e dinte se dikush e kishte marrë, dhe ai e dinte se ajo nuk ishte thjesht një vjedhje e rastësishme. Sepse disa orë më vonë, një roje spitali që kishte punuar atë natë, u pa duke dalë nga spitali me një çantë në dorë. Një dëshmitar tha se e pa atë roje duke folur në telefon. E mora, tha ai. Po, tani është e jona. Sa do të paguash? Kush ishte në anën tjetër të telefonatës? Kush donte ato medalion? Dhe pse? Sot, 32 vjet më vonë, ajo roje nuk jeton më, por ne gjetëm të birin e tij, dhe ai tregoi diçka që na ngriti lëkurën. Babai im, tha ai, më tregoi se ai nuk e vodhi atë medalion përpara. Atij i ishin paguar më parë nga dikush që donte ta merrte, dikush që kishte thënë, merrja atë send dhe mos ja kte kurrë. Babai im nuk më tha kush ishte ai person, por më tha se ai kishte frikë, se ai nuk ishte person i thjesht, ishte dikush në pushtet. 2 ditë pas zhdukjes së medalionit, Gaço Çako nuk hëngri asgjë, nuk foli, thjesht shikonte tavanin. Donika u përpok ta ngushëllonte. Është vetëm një medalion, dashuri, do të blejmë një të ri. Por Gaço e shikoi me sy që ishin plot lot. Nuk kuptonte ai. Pa atë, unë nuk jam i mbrojtur më.
Pa atë, ata mund të më bëjnë çfarë të duan. Kush ishin ata? Donika nuk pyeti, sepse edhe ajo kishte frikë. Në shkurt të vitit 2002, një muaj pas zhdukjes së medalionit, Gaço Çako doli nga spitali. Ishte dobësuar shumë. Lëkura e tij ishte e vertë, sytë e tij ishin të thelluar, por ajo që ishte edhe më e frikshme ishte se ai nuk fliste më. Çdo herë që Donika e pyeste për diçka, ai thjesht tundi kokën ose shikonte dritarin. Veç çdo natë para se të fliste, ai prekte qafën e tij, atje ku më parë kishte qenë zinshiri. Ve pastaj çante, pa zë, me lotë që rrëshqiste ngadalë. Të afërmit e tij tanë se pas asaj dite, Gako kishte ndryshuar plotësisht. Nuk ishte më njeriu që njohëm, thot një kushëriri i tij. Ishte si të ishte bërë hije, si të kishte vdekur tashmë, por trupi i tij kishte harruar të ndalonte. Por historia nuk mbaron këtu, sepse 3 muaj më vonë, në prill të vitit 2002, një grua e panjohur shkoi në shtëpinë e Donikës, trokiti. Kur Donika hapi derën, gruaja tha vetëm kaq: "Kam diçka që i përket burrit tuaj." Ajo nxori nga xhepi një medalion të vogël me një gur të zi, por nuk ishte i njëjti, ishte një kopje. "E gjeta në një dyqan kamarierësh", tha gruaja. "Dikush e kishte shitur, por ai që e shiti tha se nuk ishte origjinali. Tha se origjinali ishte dhënë dikujt tjetër, dikujt që pagoi shumë më tepër." Donika e mori medalionin, por nuk ia dha Gaços, sepse e dinte se ai do ta kuptonte se nuk ishte i njëjti, dhe kjo do ta thermonte edhe më shumë. Por pyetja që mbetet është, kush e bleu atë medalion origjinal? Kush donte ta kishte? Ve çfarë bën me të? Sot, ne kemi dëgjuar një teori që duket e çmendur, por që shumë njerëz e besojnë. Një magjistar që punonte në Tiranë në ato vite thot: "Ka persona që besojnë se nëse marrin një send personal nga dikush që ka zë, që ka energji të fortë, mund ta thithin atë energji, mund ta bëjnë të tyren. Dhe në raste të caktuara, këta persona paguajnë shumë para për këto sende. A është e mundur që dikush të ketë blerë medalionin e Gaços për arsye të tilla? A është e mundur që ai medalion të jetë tani në dorën e dikujt që e mban si trofe, si simbol i fitores mbi një njeri që nuk u bind kurrë? Apo është thjesht një vjedhje e rastit, një krim i vogël në një spital kaotik? Askush nuk e di. Por ajo që dim është se pas zhdukjes së atij medalioni, Gaço Çako nuk u rikuperua kurrë. Ai vdiq brenda një viti e gjysmë, dhe shumë njerëz thonë se nuk ishte sëmundja që e vrau, ishte humbja e asaj mbrojtjeje, ishte besimi i thyer. Ishte ndjeseve gjëja e fundit që e lidhte me të ëmën, me fëmijërinë, me kohën kur ende besonte, i ishte marrë. A mund dikush të vdes nga humbja e një sendi? Apo a mund të vdes nga humbja e shpresës që ai send përfaqësonte? Por ndërsa Gaço mbetej në errësirë, dikush tjetër po numëronte para në dritë. Ishte fundi i vitit 2001. Në një zyrë të vogël në katin e 5 të një pallati të ri në qendër të Tiranës, një grua me flokë të shkurtër dhe sy të ftohtë po shtypte numra në një makinë llogaritse. Përreth saj mbi tavolinë ishin grumbulluar dosje të trasha me etiketat Gaço Çako, koncerte 1997, Gaço Çako, turne Kosovë 1998, Gaço Çako, shitja albumesh 1999. Ajo grua quhet Marieta Shalla, ishte kontabilistja kryesore e kompanisë Dëshira, dhe sot për herë të parë ajo pranon të flasë. Ne e takuam në një kafene të qetë në periferi të Tiranës. Ajo është tani 61 vjeç. Ka flokë të thinjur dhe duar që dridhen lehtë kur flet, por ajo që na tregoi na e ngriti gjakun. Unë e dija çdo gjë, tha ajo. Unë e dija saktësisht sa para hynte, unë e dija saktësisht sa para dilte, dhe unë e dija saktësisht se Gaço Çako nuk po merrte asgjë nga ajo që fitonte. Ne e pyetëm, pse nuk fole? Sepse ata që më paguanin nuk donin që të flisja, u përgjigj ajo. Sepse unë kisha fëmijë, sepse unë kisha frikë. Marieta na tregoi se në vitin 1997, kompania Dëshira kishte organizuar një turne për Gaço Çakon në Kosovë dhe Makedoni. Turneu zgjati 3 javë. U dhanë 21 koncerte. Çdo koncert u shit plotësisht. Biletat kushtonin midis 500 dhe 1500 lekëve. Në total, u mblodhen rreth 9.600.000 lekë. Kjo ishte shifra zyrtare, thot Marieta. Por në të vërtet kishte edhe bileta që u shisnin jashtë sistemit, bileta që nuk regjistroheshin. Dhe ato bileta sillnin edhe 3 milion lekë shtesë. Pra, totali real ishte rreth 10.600.000 lekë. Nga kjo shumë, sipas kontratës, Gaço Çako duhej të merrte 50%, 6.300.000 lekë. Por Marieta thot se Gaço mori vetëm 800.000 lekë. I thanë se pjesa tjetër ishte marrë nga taksa, nga organizimi, nga transporti, nga hotelet, nga reklama, thot ajo. Por të gjitha këto kosto ishin tashmë paguar nga sponsor.
Në të vërtet, ata nuk kishin shpenzuar pothuajse asgjë. Pra, 5.500.000 lek zhdukën. Shkuan diku. Por ku? Marieta na tregoi se kishte dokumenta që tregojnë se një pjesë e madhe e atyre parave u transferua në një llogari bankare në Greqi. Llogaria ishte në emër të një shoqërie fantazm, e quajtur Mediterranean Art Productions. Kjo shoqëri nuk ishte zyrë, thot Marieta, nuk ishte staf, ishte thjesht një emër në letër, dhe pronari i saj ishte dikush që askush nuk e njihte. Por ne e gjetëm. Pronari i asaj shoqërie ishte një njeri me emrin Ilir Kurti. I njëjti Ilir Kurti që ishte partneri fshet i kompanisë Dëshira. I njëjti Ilir Kurti që kishte lidhje me trafikun e armëve dhe pastrimin e parave. I njëjti Ilir Kurti që sot jeton në një vilë të madhe në Vlorë, veç e drejton 3 kompani ndërtimi. Kur ne u përpoqëm ta kontaktojmë, ai refuzoi të fliste, por burimet tona na thanë se Ilir Kurti ka thënë në privat, Gaço Çako ishte artist i madh, por nuk ishte tru për biznes. Ne e bëm atë të famshëm. Pa ne, ai do të ishte askush. Por dokumentet që ne kemi gjetur tregojnë ndryshe. Ato tregojnë se Gaço Çako ishte tashmë i famshëm para se të takonte Ilir Kurtin. Ato tregojnë se Ilir Kurti nuk e bëri atë të famshëm. Ai thjesht e shfrytëzoi famën e tij dhe e la të vdiste pa asnjë lek. Por pyetja që duhet bërë është, si ishte e mundur që askush të mos e zbulonte këtë? Si ishte e mundur që askush të mos e raportonte? Marieta thot, sepse të gjithë merrnin pjesën e tyre. Manacerët merrnin, avokatët merrnin, kontabilistët merrnin, magjeve disa gazetar merrnin para për të mos shkruar. Ishte një rrjet i tërë njerëzish që jetonin nga vjedhja e Gaços, dhe askush nuk donte që ai rrjet të shkatërrohej. Dhe kështu, vit pas viti, koncert pas koncerti, album pas albumi, Gaço Çako u bë gjithnjë më i varfër, ndërsa ata që e rretonin u bën gjithnjë më të pasur. Në vitin 1999, menaxheri i Gaços bleu një apartament të ri në Durrës. Në vitin 2000, Ilir Kurti bleu një vilë në Vlorë. Në vitin 2001, avokati Arben Sulla hapi një studio të dytë në Milano. Të gjithë ata po ngriteshin, por Gaço Çako po bie. Në vitin 2001, Gaço nuk ishte as për të paguar qiran. Donika tregon se ata u detyruan të shesin mobiljet e shtëpisë për të bler ilaçe. Ne jetonim si lypës, thot ajo, dhe njerëzit që na kallonin në rrugë mendonin se ne ishim të çmendur, se ishim të dembel, se nuk donim të punojmë. Por si mund të punoja kur çdo gjë që fiton të vidhet? Marieta tregon se në fund të vitit 2001, ajo shkoi te menaxheri dhe i tha: "Nuk mund të vazhdoj më kështu, nuk mund të rri me ndërgjegjen time, do t'i them gjithçka Gaços." Menaxheri e shikoi për një kohë të gjatë, pastaj tha vetëm kaq: "Nëse flet, ty dhe familjes sate do t'ju ndodh diçka e keqe. Kjo nuk është kërcënim, është premtim." Marieta nuk foli, deri sot, dhe arsyeja që ajo flet tani është sepse ka parë varrin e Gaços. Ka parë se si e kanë varrosur, ka parë se si një artist i popullit, një zë që ka bërë një kombi të tërë të këndoj, është varrosur si një i varfër. "Nuk mund të rri më me këtë bar", thot ajo duke qarë. "Nuk mund të vdes pa e thënë të vërtetën." Por të vërtetën që ajo e thot nuk mjafton, sepse paratë që u vjedh nuk mund të kthehen. Gaço Çako nuk mund të kthehet, dhe ata që e vran ngadalë, ditë pas dite, vit pas viti, ende ecin lirshëm. A e dini çfarë është më e frikshme se vdekja? Është të jetosh duke ditur se je vjedhur dhe të mos mund të bësh asgjë. Është të shikosh njerëzit që të vjedhin të buzëqeshin në sytë e tu, është të dish se fëmijët e tu pyesin pse je i varfër dhe ti të mos kesh si tu përgjigjesh. Sepse të vërteta është aq e tmerrshme sa që as më guxon ta thuash. Çfarë do të ndodhte sikur Gaço të kishte folur, sikur të kishte denoncuar, sikur të kishte kërkuar drejtësi? Por Gaço Çako nuk ishte vetëm një artist që këndonte. Ai ishte edhe një burr që donte, që besonte, që kishte ndërtuar një jetë me njerëzit që mendonte se i duan. Dhe ndër ata njerëz kishte një që ai e konsideronte si shpirtin e tij. Emri i saj ishte Flutura, Flutura Domi. Ajo nuk ishte gruaja e tij, ishte diçka më shumë se kaq. Ishte artistja që ai e kishte zbuluar, që e kishte mësuar të këndonte, që e kishte çuar në skenat më të mëdha. Ishte vajza që ai e quante bien time artistike. Dhe ajo për shumë vite e quante Gaço Çakon, baba im i dytë. Në vitin 1986, Flutura Domi ishte vetëm një vajzë 20 vjeçe që këndonte në dasma. Asnjë mundësi për të hyrë në skenën profesionale, asnjë kontakt me botën e artit. Por një ditë, ajo shkoi në një fest private ku këndonte Gaço Çako, dhe kur Gaço e dëgjoi zërin e saj, ai e ndali menjëherë.
Ti ke zë, i tha ai, zë që duhet ta dëgjoj bota. Ai e mori në krahun e tij, e çoi në studio, e ndihmoi të regjistronte albumin e parë, e futi në koncertet e tij, bëri që emri i saj të dëgjohej. Dhe për 10 vjet ata punonin bashk, këndonin bashk, udhtonin bashk, dhe Flutura gjithmonë thoshte: pa Gaço Cakon, unë nuk do të isha asgjë. Por diçka ndryshoi në vitin 1996. Flutura kishte rritur, kishte bërë emër, kishte filluar të merrte ftesa të pavarura dhe kishte takuar njerëz të rinj, njerëz që i thanë: pse ti e ndjen nevojën për Gaço Cakon? Ti mund të ecësh vetë, ti mund të bëhesh edhe më e madhe pa të. Në fillim, Flutura i hodhi poshtë to fjalë, por ngadalë ato filluan ta hanë, filluan ta bindën. Dhe në shkurt të vitit 1997, Flutura Domi firmosi një kontratë me një kompani të re produksioni. Kompania që e menaxhonte Gaço Cakon nuk dinte asgjë për këtë. Gaço nuk dinte asgjë, dhe kur ai e mori vesh, ishte tashmë vonë. Ne kemi gjetur kopjen e asaj kontrate, dhe ajo që lexuam na e bëri të kuptojmë se kjo nuk ishte thjesht një vendim artistik, ishte tradhtim i planifikuar. Në kontratë kishte një klauzull që thoshte: artisti Flutura Domi hyn dakord që të mos bashkëpunoj më me asnjë artist ose kompani me të cilën ka pasur marrëdhënie të mëparshme. Kjo përfshin edhe emrin Gaço Cako. Pra, ajo nuk ishte thjesht e lirë të shkonte, ajo ishte e detyruar të shkëpuste çdo lidhje me Gaço, dhe për këtë ajo do të merrte një shumë të madhe parash. Ne kemi dokumente që tregojnë se Flutura Domi mori një pagesë fillestare prej 1.200.000 lekësh dhe një premtim për edhe 3 milion të tjera brenda 2 vitesh. Por çmimi nuk ishte vetëm heshtja, çmimi ishte edhe diçka tjetër. Në kontratë shkruhej: artisti hyn dakord që të mos deklaroj publikisht asnjë lidhje me artistin Gaço Cako. Nëse pyetet nga mediat, do të thot vetëm: ne kemi pasur bashkëpunim profesional, por tani secili po ndjek rrugën e vet. Kur Flutura e firmosi këtë, ajo e dinte se po tradhtonte njeriu që kishte bërë atë që ishte. Por ajo e firmosi sepse parat ishin shumë, sepse mundësia ishte e madhe, sepse ajo kishte vendosur se ishte koha e saj. Në mars të vitit 1997, Gaço thirri Fluturën për një takim. Ai donte të organizonin një koncert të përbashkët, por Flutura nuk erdhi. Dërgoi një mesazh të shkurtër: jam e zënë, do të flasim më vonë. Ajo më vonë nuk erdhi kurrë. Në prill të po atij viti, Gaço e pa Fluturën në televizion. Ajo po jepte një intervistë. Gazetari e pyeti: si është marrëdhënia juaj me Gaço Cakon? A ju bëri të famshme apo jo? Flutura buzëqeshi, ve tha vetëm kaq: Gaço Cako është një artist i madh, por karriera ime është rezultati punës sime. Unë nuk i borxohem askujt. Donika, gruaja e Gaços, tregon se atë natë kur ai e dëgjoi atë përgjigje, Gaço nuk tha asnjë fjalë. Thjesht u ul në koltukun e vjetër dhe shikoi murin. Dhe pas një ore, pa lvizur, tha vetëm kaq: e humbëm edhe këtë. Donika nuk pyeti çfarë donte të thoshte, sepse e dinte. Gaço kishte humbur edhe besimin në njeriun e fundit që ai mendonte se e donte. Por historia nuk mbaron këtu, sepse në vitin 1999, Flutura Domi organizoi një koncert bamirësie, koncert për të mbledhur fonde për fëmijët e sëmurë. Ajo ftoi 10 artistë, por nuk ftoi Gaço Cakon. Kur gazetarët e pyetën pse, ajo tha: ne dëshirojmë të punojmë me artistë të rinj, me energji të re, nuk dëshirojmë të jetojmë në të shkuarën. Këto fjalë u botua në gazeta, Gaço i lexoi, dhe për herë të parë ai shkroi një letër publike, një letër që nuk u botua kurrë, por ne e kemi gjetur. Në atë letër Gaço shkruante: unë nuk kërkoj falënderim, nuk kërkoj njohje, por kërkoj të drejten. Kërkoj që njerëzit të dinë se artistët nuk krijohen nga i ri, ata ndërtohen nga sakrificën e të tjerëve. Dhe kur ata të tjerët harrohen, kjo është më e dhimbshme se vdekja. Por kjo letër nuk u botua, sepse asnjë gazetë nuk pranoi ta publikonte. Ata thanë se ishte shumë personale. Ata thanë se nuk duan të përfshihen në konflikte artistike. Por e vërtet ishte ndryshe. E vërteta ishte se kompania e re e Fluturës kishte lidhje me gazetat. Kishte paguar për të mbrojtur imazhin e saj dhe për të fshirë çdo gjë që mund ta dëmtonte atë. Sot Flutura Domi jeton në një apartament të madh në Tiranë. Ka një karrierë të suksesshme. Ka para, ka famë. Dhe çdo herë që dikush e pyet për Gaço Cakon, ajo thot: ai ishte një legjend. Jam e lumtur që punova me të. Por askush nuk e pyet: pse nuk e ndihmove kur ai kishte nevojë? Pse nuk fole kur ai po vdiste në varfëri? Pse nuk shkove në varrin e tij? Ne u përpoqëm ta kontaktojmë Fluturën. Ajo refuzoi të fliste. Menaxheri i saj tha:
Zëni Zhdomi nuk dëshiron të komentar për të shkuarën. Ajo është e fokusuar në të ardhmen. Por e shkuara nuk harrohet. E shkuara është atje. Në çdo fjalë që ajo thot, në çdo këngë që ajo këndon. Sepse çdo zë që ajo ka sot është ndërtuar mbi shpatullat e njeriut që ajo tradhtoi. A mund dikush të jetojë me atë peshë, apo a mund dikush të mësojë të harrojë? Por ajo që askush nuk e dinte ishte se trupi i Gaço Cakos po shkatërrohej nga brenda. Ndërsa ai buzëqeshte në skenë, ndërsa përullet përpara duartrokitjeve, ndërsa këndonte me atë zë që ende bënte njerëzit të qanin, diçka po e hante nga brenda. Në shkurt të vitit 2000, mjeku i tij privat, Dr. Artan Hoxha e thiri në zyrë. Gaço shkoi vetëm. Donika donte ta shoqëronte, por ai insistoi të shkonte i vetëm. Kur hyri në zyrë, mjeku nuk buzëqeshi. Ai e shikoi me një shprehje që Gaço nuk e kishte parë kur më parë. "Uluni Gaço", ta doktori. "Duhet të flasim." Analizat ishin mbi tavolinë, radiografia e mushkrive, rezultatet e gjakut, të gjitha flisnin të njëjtën gjuhë. "Keni një sëmundje serioze", ta mjeku ngadalë. "Mushkrit tuaja janë dëmtuar rënd, mëlsia juaj po dështon, dhe zemra juaj është në një gjendje kritike." Gaço nuk foli, thjesht shikoi radiografinë pa e kuptuar se çfarë shihte. "Sa kohë më mbetet?" pyeti ai në fund. Mjeku mbili syt. "Nëse nuk filloni trajtimin menjëherë dhe nëse nuk pushoni të punoni, ju keni ndoshta 16 deri në 20 muaj." Gaço u ngrit ngadalë. "Faleminderit", tha ai, "do të mendoj." Por ai nuk mendoi, sepse ai nuk kishte mundësi të mendonte. Sepse një javë më vonë, menaxheri i tij e thiri dhe i tha: "Gaço, kemi nënshkruar një turne të ri, 15 koncerte, fillon në maj." Gaço përpiqej t'i shpjegonte: "Nuk mund, jam i sëmur, duhet të marr trajtim." Menaxheri e shikoi me sy të ftohtë. "Gaço, ne kemi nënshkruar kontrata. Nëse ti nuk shkon, ne do të humbim para. Dhe nëse ne humbim para, ti do të paguash dëmin, të gjithë dëmin, dhe e di mirë që ti nuk ke asgjë për të paguar." Gaço e dinte. Ai e dinte se nëse refuzonte, ata do ta çonin në gjykat, dhe ai do të humbiste çdo gjë, edhe shtëpinë e vogël ku jetonte me familjen. Kështu që ai shkoi në koncerte me dhimbje që e bënin të ulet në mes të këngëve. Shkoi me frymëmarrje që mezi mbante, shkoi me një trup që po vdiste ngadalë. Një teknik zëri që punoi në atë turne tregon. Ai ishte gri në fytyr, dridhet në skenë, por askush nuk e ndali. Askush nuk tha: "Mjaft, ky njeri ka nevojë për mjek." Ata thjesht i jepnin një gotë ujë dhe i thoshin: "Vazhdo." Dhe ai vazhdonte. Në korrik të vitit 2000, në mes të një koncerti në Shkodër, Gaço ra në skenë. Nuk ishte një rrëzim dramatik, ishte thjesht një përkulje ngadalt, si të ishte bërë i rënd dhe nuk mund të qëndronte më në këmbë. Publiku fillimisht mendoi se ishte pjesë e shfaqjes, por kur ai nuk u ngrit, njerëzit kuptuan. Ambulanca erdhi, ai u dërgua në spital, dhe atje mjekët i thanë Donikës atë që ajo tashmë e dinte: ai po vdes. Dhe nëse vazhdon kështu, nuk do të shoh fundin e vitit. Por edhe nga shtrati i spitalit, menaxheri e thiri: "Kur do të jesh gati të kthehesh? Kemi koncerte të paguara, njerëzit presin." Gaço me një zë që mezi dëgjoi i tha: "Nuk mund më." Menaxheri u hidhrua: "Atëherë do të paguash çdo lek që ne po humbasim, çdo bilet të shitur, çdo kontratë të nënshkruar." Dhe ata e bën. Në shtator të vitit 2000, kompania Dëshira e Paditi Gaço Cakon për thirrje kontrate. Kërkuam 5 milion lek dëm shpërblim. Gaço nuk ishte as 5.000. Gjykata vendosi në favor të kompanisë. Dhe në dhjetor të po atij vit, shtëpia e tij u vu në shitje të detyruar. Shtëpia ku kishte jetuar për 25 vjet. Shtëpia ku kishin rritur fëmijët. Shtëpia që ishte vetmja gjë që kishin mbetur. Ata u shpërngullën në një apartament të vogël me qira në periferi të Tiranës, një dhomë gjysmë, pa ngroje, me muret e lagura. Dhe atje, Gaço Cako kaloi 2 vitet e fundit të jetës së tij. A e dini çfarë është më e tmeshme se dhimbja fizike? Është të dish që po vdes sepse dikush tjetër vendosi që ti duhet të vazhdosh të punosh. Është të dish që trupi yt po shembet, por askush nuk të lejon të pushosh, sepse ata kanë nevojë për zërin tënd, jo për ty, vetëm për zërin. Si mund dikush të këndoj për dashurinë kur po vdes? Si mund dikush të bushqesh në skenë kur di që pas koncertit do të rrokullisesh në dhimbja? Vendërsa Gaço po shuhej ngadalë, paratë e tij po zhdukenin edhe më shpejt. Në janar të vitit 2001, Donika vendosi të shkonte vetë në bankë. Aho mori me vete çdo dokument që kishin, çdo kontratë të vjetër, çdo faturë, çdo dëftesë që Gaço kishte nënshkruar në vitet e shkuara. Në bankë, ajo kërkoi të shihte gjendjen e llogarisë që Gaço mendonte se ishte e përbashkët me kompaninë. Punonjësja e bankës e shikoi dokumentet, pastaj e shikoi Donikën me një shprehje të çuditshme. "Zonjë,
Kjo llogari u mbyll në vitin 1999, tha ajo. Çfarë? Pyeti Donika duke e ndirë zemrën duke rraur. Si u mbyll? Kush e mbylli? Punonjësja kontrolloi sistemin. U mbyll me një urdhër të nënshkruar nga pronari i llogarisë, një zotëri me emrin Ilir Kurti. Ilir Kurti, partneri i fshehtë, njeriu që Gaço nuk e takoi kur personalisht, por që kishte kontrolluar çdo lek që hynte dhe dilte. Dhe ku shkuan parat? Pyeti Donika me zë të dridhur. Punonjësja hezitoi. Nuk mund t'ju jap informacion për llogaritë të tjerëve, tha ajo. Por Donika insistoi. Ajo kërkoi të fliste me drejtorin e bankës. Dhe pas 2 ore shpritje, pas lotësh dhe përsjatjesh, dikush më në fund pranoi të fliste. Drejtori, një burr i moshuar me sy të lodhur, e shikoi me një dhëmshuri që nuk e fsheu dot. Zonjë Çako, tha ai, unë nuk mund t'ju jap dokumente zyrtare, por mund t'ju them se burri juaj është mashtruar, dhe nuk është i vetmi. Ka 10 njerëz që kanë rënë në kurte të ngjashme. Shoqëritë që krijoheshin atëherë ishin kaotike, ligjet nuk ekzistonin, dhe njerëzit si burri juaj që besonin në fjalën e dhënë ishin viktimat më të lehta. Ai nxori nga sirtari një dokument të vogël. Ky është ekstrakti i llogarisë para se të mbyllej, tha ai. Nuk mund ta mbaj këtu, por mund ta shikoni për 5 minuta. Donika e mori dokumentin me duar që ja dridheshin. Ajo pa shifrat, shikoi datën dhe ajo që lexoi e bëri të ullet në karrige. Në ditën kur llogaria u mbyll, kishte 7.830.000 lek. 7.830.000 lek. Paratë e Gaço Çakos nga vitet e punës. Nga koncertet, nga albumet, nga gjithçka. Ve të gjitha këto para u transferuan në një llogari tjetër. Një llogari në emër të një shoqërie që quhet Adriatic Investments. Kur Donika e pyeti se kush ishte pronari i kësaj shoqërie, drejtori tundi kokën. Nuk mund të them, por nëse hullumtoni do ta gjeni. Donika e bëri. Ajo shkoi në regjistrin tregtar, kërkoi të shihte dokumentet e kësaj shoqërie, dhe atje, në faqen e parë të dosjes, lexoi 3 emra: Ilir Kurti, Arben Sulla, Agim Leshi. 3 njerëzit që Gaço i konsideronte miq, 3 njerëzit që ai i besonte, 3 njerëzit që e kishin vjedhur më shumë se 7 milion lek. Dhe kur ajo e çoi këtë dokument tek Gaço, ai nuk tha asgjë. Thjesht shikoi letrat dhe pastaj i dogji. Pse i dogje? Pyeti Donika. Ato ishin prova. Gaço e shikoi me sy që ishin bosh. Sepse edhe si kur të shkojmë në gjykat, do të humbasim, tha ai. Ata kanë avokat, ata kanë lidhje, ata kanë para për të blerë gjyqtarët, dhe ne kemi vetëm një letër që thotë se na kanë vjedhur. Por kjo nuk mjafton në një vend ku drejtësia shitet. Atë natë, Donika dëgjoi Gaço duke qarë për herë të parë. Jo një vajtim të fortë, por një qarje të heshtur, të thellë, që vinte nga një vend ku nuk ishte më shpresë. Një gazetar ekonomik që ka studiuar këtë rast thotë: kjo nuk ishte thjesht vjevje, ishte vrasje ekonomike. Ata e mbytën Gaço Çakon pa e prekur fizikisht. E mbytën duke ja marrë çdo lek që fitoi, duke ja mbyllur çdo derë, duke e lënë pa mundësi për t'u mbrojtur. Por pyetja që mbetet është, ku shkuan ato para? Ku janë sot ato 7.830.000 lek? Ne kemi gjurmuar transfertat, kemi folur me ish punonjës të bankave, kemi gjetur dokumente që tregojnë se një pjesë e madhe e atyre parave u përdorën për të blerë pronë në Bregdet. Disa apartamente u regjistruan në emra të fëmijëve të Ilir Kurtit. Disa villa u blen në emër të bashkëshorteve të Arben Sullës dhe Agim Leshit. Dhe një pjesë e konsiderueshme u transferua jashtë vendit, në banka në Greqi dhe Zvicër, ku gjurmët humbin. Sot, ato pasuri vlen 10 milion euro, dhe pronarët e tyre jetojnë në luks. Ndërsa Gaço Çako vdiq pas një lek, pas një pronë, pas një mundësi për të ushqyer familjen e tij. A mund drejtësia të vjen ndonjëherë për njerëzit si ai? Apo a është bota ndërtuar kështu që predatorët gjithmonë fitojnë dhe krijuesi gjithmonë humbasin? Ishin ditët e fundit të janarit të vitit 2003. Bore trash kishte mbulluar Tiranën. Rrugët ishin të ngritura, dhe në apartamentin e vogël me qira ku jetonte Gaço Çako nuk ishte ngrohje. Donika kishte mbledhur çdo shtroj që kishin në shtëpi dhe i kishte vënë mbi burrin e saj që dridhej në shtrat. Ai nuk ishte ngrënë për 2 ditë, jo sepse nuk ishte oreksin, por sepse nuk kishin para për të blerë ushqim. Mjeku kishte ardhur 2 hera të javë, dhe herën e dytë kishte thënë hapur: Zonjë Çako, burri juaj ka nevojë për spital. Ka nevojë për trajtim urgjent. Por pa para, asnjë spital privat nuk do ta pranoj. Dhe spitalet publike janë plot, do të duhet të prisni.
Donika kishte tentuar, kishte shkuar në 4 spitale, në të 4-tën një infermiere e kishte shikuar me dëmshuri dhe i kishte thënë: "Zonjë, e di kush është burri juaj, e di se çfarë ka bërë për këtë vend. Por sistemi nuk sheh këtë, sistemi sheh vetëm parat, dhe pa para edhe një artist i popullit duhet të pres radhën." Kur Donika u kthye në shtëpi, Gaço ishte i zgjuar. Ai e shikoi me një shprehje që ajo nuk i kishte parë kurrë më parë, një shprehje pa qeje. "Nuk kam frikë më," tha ai me zë të dobët. "Kam qenë i friksuar gjithë jetën, i friksuar nga dështimi, i friksuar nga tradhtia, i friksuar nga varfëria, por tani nuk kam asgjë për të humbur, kështu që nuk kam më frikë." Donika u ul pranë tij dhe ja mbajti dorën. "Do të shpëtojmë," tha ajo, "do të gjejmë një rrugë." Por Gaço tundi kokën ngadalë. "Jo," tha ai, "nuk do të shpëtojmë, por ju do të jetoni, ti dhe fëmijët. Dhe dua që kur t'jem larguar, të mos më qani si viktim, të më kujtoni si dikë që këndoi deri në fund, edhe kur bota nuk donte ta dëgjonte më." Në mbrëmjen e datës 6 shkurt të vitit 2003, Gaço Çako ra në koma. Donika thirrri ambulancën. Kësaj radhe ata e morën, e çua në spitalin publik Shefqet Ndroçi dhe atje në një korridor të ftohtë pa asnjë dhomë të lirë, Gaço Çako kalloi orët e fundit të jetës së tij. Ka një infermiere që punonte atë natë. Emri i saj është Manjolla. Sot ajo tregon: "Ai ishte i vetëdijshëm për ca minuta. Më kapi dorën dhe më tha: 'Faleminderit që je këtu. Faleminderit që nuk më le vetëm.' Unë nuk e njeh atë mirë, por kur e pash atë burr, atë artist të popullit të shtrirë në një korridor të ftohtë pa asnjë dinjitet, qarva. Qarva sepse kjo nuk është mënyra se si duhet të vdesin legjenda." Në orën 5:12 të mëngjesit, data 7 shkurt 2003, zemra e Gaço Çakos ndaloi. Nuk kishte asnjë pajisje për ta shpëtuar, nuk kishte asnjë mjek specialist. Kishte vetëm Donikën që mbante dorën e tij dhe Manjollën, infermierën, që çante në heshtje. Kur lajmi u përhap, televizionet erdhën. Gazetarët shkruan artikuj të gjatë për legjendën që na la. Politikanët dan deklarata për humbjen e madhe për kulturën shqiptare, por askush prej tyre nuk erdhi në varrim. Askush prej tyre nuk ofroi të paguante shpenzimet e varrimit. Dhe kur Donika shkoi të kërkonte ndihmë financiare nga Ministria e Kulturës, ajo u prit nga një nënsekretare e re që nuk e njihte as emrin e Gaço Çakos. "Çfarë ka bërë burri juaj saktësisht?" pyeti ajo. Donika nuk u përgjigj, thjesht u kthye dhe doli. Dhe me të paktat lekë që kishin, familja organizoi një varrim modest në Varrezat e Sharës. Gjatë varrimit erdhën 36 njerëz, jo ministrat, jo menaxherët, jo artistët e rinj që tani zën skenat. Erdhën njerëzit e thjeshtë, ata që e kishin dëgjuar të këndonte në vitet e 80, ata që kishin rënë në dashuri duke dëgjuar zërin e tij, ata që ende e kujtonin. Dhe ata qanë me një dhimbje që vinte nga vitet e humbura, nga nostalgjia, nga ndjenja e padrejtësisë. Por edhe në atë moment të fundit, dikush po numëronte para. Sepse 3 ditë pas varrimit, kompania Dëshira lëshoi një album përmbledhës me këngët më të mira të Gaço Çakos. Albumin u shit në 10 mijëra kopje, u bë rekordi i vitit, dhe të gjitha të ardhurat shkuan te kompania. Donika nuk pa asnjë lek. Kur ajo u përpoq të protestonte, avokati i kompanisë i tha: "Burri juaj kishte nënshkruar kontratë që i jepte të drejtat tona. Ju nuk keni asnjë pretendim ligjor." Ata fituan edhe pas vdekjes së tij, edhe kur ai ishte në dhe, edhe kur nuk ishte më zë për të kënduar. Ata shitën kujtimin e tij, dhe asnjë lek nuk shkoi tek ata që ai i donte. Një muaj pas varrimit, Ilir Kurti u pa duke ngasur një makinë të re, një Mercedes të zi me targa italiane. Agjim Leshi hapi një restorant në Durrës. Arben Sula u kthye në Milano dhe hapi një studio të tretë ligjore. Të gjitha ata vazhduan jetën e tyre, sikur asgjë të mos kishte ndodhur, sikur Gaço Çako të mos kishte ekzistuar kurrë. Por ka diçka që ata nuk mund ta fshin, diçka që mbetet. Në vitin 2021, në një intervistë për një televizion lokal, gazetarja e pyeti Agjim Leshin: "Si e kujtoni Gaço Çakon?" Agjimi buzëqeshi: "Ishte mik im më i mirë," tha ai, "një artist i madh, një humbje e pazemrueshme." Por gazetarja e re dhe e paturpshme ndërpreu: "Por pse nuk e ndihmuat kur ai ishte i sëmurë? Pse nuk shkuat në varrim?" Agjimi ndryshoi shprehjen: Unë isha jashtë vendit," tha ai. "Nuk e dija se gjendja ishte aq serioze." Gazetarja nuk e la: "Por ju ishit partner biznesi me të, si nuk e dinit?" Agjimi u ngrit dhe iku nga intervista, dhe ajo pjesë e intervistës nuk u transmetua kurrë. Në vitin 2022, një gazetar hullumtues e kontaktoi Flutura Domin. Ai donte të bënte një dokumentar për jetën e Gaço Çakos. Flutura pranoi të fliste, por kur gazetari e pyeti: "Ju e konsideroni veten borxhlin ndaj Gaço Çakos?" Ajo hezitoi.
Unë mendoj se të gjithë artistët ndikojnë njëri tjetrin, tha ajo, por karriera ime është fruti punës sime. Gazetari insistoi, por ai ju zbuloi, ai ju dha mundësinë e parë. A nuk mendoni se pa të, ju nuk do të ishit këtu? Flutura nuk u përgjigj, thjesht tha se koha e intervistës kishte mbaruar. Dhe dokumentari nuk u realizua kurrë, sepse askush nuk donte ta financonte, askush nuk donte të prek emra që ishin bërë të fortë, askush nuk donte të flas për të vërtetën që dhemb. Por të vërteta nuk vdes, ajo thjesht fshehet, dhe her pas here dikush e gjen, dikush flet, dikush guxon të thot atë që të tjerët heshtin. Sot, në vitin 2024, Donika Çako jeton në të njëjtin apartament të vogël me qira. Fëmijët e saj janë rritur dhe kanë ikur jashtë vendit. Ajo jeton me një pension minimal, dhe çdo vit, në 7 shkurt, ajo shkon në varr, e pastron, e zbukuron me lule, dhe rriatje për orë të tëra. Një grua e moshuar, me shpinë të përkullur, që ende nuk e kupton se si bota mund të jetë aq e parejtur, aq e egër, aq e pa shpirt. Ajo na tha, Gaço nuk vdiq nga smundja, vdiq nga dhimbja, vdiq nga ndjenja e tradhtisë, vdiq duke ditur se ata që ai donte e lante vdiste si një qen rrugësh. Ve askush nuk u ndëshkua, askush nuk pagoi. Ata ende jetojnë si mbretër, ve ai pushon si një i varfër. Por a është kjo e vërteta e fundit? Jo, sepse ka një gjë që askush nuk mund ta vjedh. Ka një gjë që mbetet edhe kur gjithçka tjetër zhduket. Zëri. Këngët e Gaço Çakos ende dëgjohen, ende këndohen, ende bëjnë njerëzit të qajnë, sepse zëri nuk mund të vidhet, zëri nuk mund të fshehet. Zëri mbetet si dëshmi, si kujtim, si gjykimi i heshtur mbi ata që e tradhtuan. Vendoshta, një ditë, dikush do të shikojë ato villa në Bregdet, do të pyes, me çfarë parash u blen këto? Do të hetoj, do të zbuloj, do të thot emrat me zë të lartë. Dhe atëhere, ndoshta drejtësia do të vijë, jo për Gaço, por për kujtimin e tij. Por për momentin, historia e tij mbetet si një plagë e hapur, si një pyetje që nuk ka përgjigje, si një boshllok që nuk mund të mbushet, si një britmë që askush nuk e dëgjoi kur duhej. Miq të dashur, na thuani, a ishte Gaço Çako viktime një sistemi të egër, apo ishte njëri që besoi tepër në njerëzit e gabuar? A mendoni se ata që e vjedh duhet të pagojnë neve sot, 21 vjet pas vdekjes së tij? A e mbani mend ju Gaço Çako në qytetin tuaj? Shkruani mendimin tuaj në komente. Për ne është e rëndësishme të dimë nëse kujtimi i tij është ende i gjallë. Nëse mendoni se kjo histori duhet të dëgjohet, lini një pëlqim dhe pajtohuni në kanal, sepse ka qindra histori të tjera si kjo. Histori që duhet të tregoheshin, histori që duhet të diheshin, dhe vetëm bashk mund t'i mbajmë gjallë.